Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, mos e bëj. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Mateu 4:7. Jezusi i tha, është shkruar gjithashtu, mos e tundo Zotin, Perëndinë tënd. Mateu 5:21. Ju keni dëgjuar se u që thënë të lashtëve, mos vrisni, dhe kushdo që vret do të i nënshtrohet gjyqit. Mateu 5:34. Por unë po ju them, mos u betoni fare, as për qiellin, sepse është froni i Perëndisë. Mateu 5:35. As për tokën, sepse është stolli i këmbëve të tij, as për Jeruzalemin, sepse është qyteti i mbretit të madh. Mateu 5:39. Por unë po ju them, mos i rezisto të ligut, madje, në qoftë se dikush të qëllon mbi faqen e djathtë, ktheja dhe tjetrën. Mateu 5:42. Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo të, i japësh atij që të kërkon hua. Mateu 6:2. Kur do të japësh lëmosh, pra mos i bjerë boris para teje, ashtu siç bëjnë hipokritët në sinagoga dhe në rrugët, për të qenë të nderuar nga njerëzit, në të vërtetë ju them, se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu 6:5. Dhe kur ti lutesh, mos u bëj si hipokritët, sepse atyre u pëlqen të luten në këmbë në sinagoga dhe në sheshet e rrugëve, në mënyrë që njerëzit t'i shohin, në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu 6:7. Por kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët, sepse ata mendojnë se do të u plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjala. Mateu 6:8. Mos u bëni, pra, si ata, sepse ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju të i kërkoni. Mateu 6:16. Dhe kur të agjeroni, mos u tregoni të pikëlluar si hipokritët, sepse ata shfytyrohen për të u treguar njerëzve se agjerojnë, në të vërtetë ju them se ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. Mateu 6:19. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedësit shpërthejnë dhe vjedhin. Mateu 6:25. Prandaj po ju them, mos u shqetësoni për jetën tuaj, për atë që do të hani ose do të pini, as për trupin tuaj, për atë që do të vishni. A nuk është vallë jeta më me vlerë se ushqimi dhe trupi më me vlerë se veshja?
Mateu 6:31. Mos u shqetësoni, pra duke thënë, çfarë do të hamë ose çfarë do të pimë, ose me çfarë do të vishemi. Mateu 6:34. Mos u brengosni, pra, për të nesërmen, sepse e nesërmja do të kujdeset vetë për vete. Se cilës ditë i mjafton pikëllimi i vetë. Mateu 7:1. Mos gjykoni, që të mos gjykoheni. Mateu 7:6. Mos u jepni qenve që është e shenjtë dhe mos i hidhni margaritarët tuaj para derave, që të mos i shkelin me këmbë dhe të kthehen kundër jush dhe të ju shqyejnë. Mateu 10:19. Dhe, kur të ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flisni, sepse në atë çast do të ju jepet se çfarë duhet të thoni. Mateu 10:26. Mos I keni frikën pra, sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos zbulohet dhe asnjë sekret që nuk do të njihet. Mateu 10:28. Dhe mos keni frikën nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin, keni frikë më tepër nga ai që mund të u humbë shpirtin dhe trupin në Gehena. Mateu 18:10. Ruhuni se përbuzni ndonjën nga këta të vegjël, sepse unë po ju them se engjëjt e tyre në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e Atit tim, që është në qiej. Mateu 19:14. Por Jezusi tha, I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë, sepse atyre u përket mbretëria e qiejve. Mateu 19:18. Ai I tha, cilat? Atëherë Jezusi I tha, mos vraj, mos shkel kurorën, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme. Mateu 23:3. Zbatoni, pra, dhe bëni gjithçka të ju thonë të zbatoni, por mos bëni si bëjnë ata, sepse thonë, por nuk e bëjnë. Mateu 23:8. Por ju mos lejoni që të ju quajnë rabi, sepse vetëm një është mësuesi juaj, Krishti, dhe ju të gjithë jeni vëllezër. Mateu 23:9. Dhe për mbi tokë mos thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është Ati juaj, ai që është në qiej. Mateu 23:10. Asë mos lejoni që të ju quajnë udhëheqës, sepse vetëm një është udhëheqësi juaj, Krishti. Mateu 23:23. Mirë ju, skribë dhe farisenj hipokrit. Sepse ju llogaritni të 10-ën e mëndrës, të koprës dhe të barit të gjumit, dhe lini pas dore gjërat më të rëndësishme të ligjit, gjyqin, mëshirën dhe besimin, këto gjëra duhet t'i praktikoni pa I lënë pas dore të tjera. Mateu 24:23. Atëherë, në qoftë se dikush do të ju thotë, ja, Krishti është këtu, ose është atje, mos I besoni. Marku 9:39. Por Jezusi tha, mos I ndaloni, sepse ka njeri që mund të bëjë një vepër të fuqishme në emrin tim, dhe fill pas kësaj të flasë keq për mua. Marku 10:19. Ti I njehur dërimet, mos shkel kurorën. Mos vrit, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme. Mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde. Luka 6:29. Nëse dikush të bie në njërin faqe, ktheja edhe tjetrën, dhe atij që të merr mantelin, mos e pengo të marrë edhe tunikën.
Luka 6:30. Jepi kujtdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde, mos kërko të ta ktheje. Luka 6:35. Dhe për mbi tokë mos thirrni askënd atë tuaj, sepse vetëm një është ati juaj, ai që është në qiej. Luka 6:37. Mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni dhe nuk do të dënoheni, falni dhe do të jeni të falur. Luka 9:50. Por Jezusi i tha, mos I ndaloni, sepse kush nuk është kundër nesh është me ne. Luka 10:20. Megjithatë mos u gëzoni për faktin se po ju nënshtrohen frymërat, por gëzohuni më shumë se emrat tuaj janë shkruar në qiej. Luka 12:11. Pastaj, kur do të ju çojnë përpara sinagogave, gjykatësve dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si ose se çfarë do të thoni për të u mbrojtur, ose për çfarë do të ju duhet të thoni. Luka 12:29. Përveç kësaj mos kërkoni çfarë do të hani ose do të pini, dhe mos jini në merak. Luka 12:32. Mos ki frikë, o tufë e vogël, sepse atit tuaj I pëlqeu të ju japë mbretërinë. Luka 14:8. Kur je ftuar në dasmë, mos u ul në krye të vendit, sepse ai njeri mund të ketë ftuar një tjetër që është më I rëndësishëm se ti. Luka 21:8. Dhe ai tha, ruhuni se mos ju mashtrojnë, sepse shumë veta do të vinë në emrin tim duke thënë, unë jam, dhe erdhi koha. Mos shkoni, pra, pas tyre. Gjoni 2:16. Dhe shitësve të pëhumbave u tha, hiqni këto gjëra që këtej, mos e bëni shtëpinë e atit tim shtëpi tregtie. Gjoni 5:14. Më vonë Jezusi e gjeti në tempull dhe I tha, ja, ti u shërove, mos më kato më që të mos të bëhet një gjë më e keqe. Gjoni 6:27. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do të ju japë Biri I njeriut, sepse mbi të ati, do me thënë Perëndia, vuri vullën e tij. Gjoni 6:43. Atëherë Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre, mos murmurisni midis jush. Gjoni 7:24. Mos gjykoni sipas pamjes së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë. Gjoni 8:11. Dhe ajo u përgjigj, askush, Zot. Atëherë Jezusi I tha, asë unë nuk të dënoj, shko dhe mos më kato më. Gjoni 14:1. Zemra juaj mos u tronditë, besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Gjoni 14:27. Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time, unë po ju jap, po jo si e jep bota, zemra juaj mos u tronditë dhe mos u frikësoftë. Romakëve 6:12.
Le të mos mbretërojë, pra, mëkati në trupin tuaj të vdekshëm, që të i bindeni atij në epshet e veta. Romakëve 6:13. Asë mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete paudhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia, si të gjallë prej së vdekurish, dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndinë. Romakëve 12:2. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndisë. Romakëve 12:14. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Romakëve 12:16. Kini të njëjtat mendime njeri me tjetrin, mos lakmoni për lart, por rrini me të përunjurit, mos e mbani veten për të mençur. Romakëve 12:17. Mos i aktheni kurkujt të keqen me të keqe, kërkoni të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve. Romakëve 12:21. Mos u mund nga e keqja, por munde të keqen me të mirën. Romakëve 13:8. Mos i kini asnjë detyrim askujt, përveç se ta doni njeri tjetrin, sepse ai që e do tjetrin e tij e ka përmbushur ligjin. Romakëve 13:9. Sepse urdhërimet, mos shkel kuror, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo, dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë, duaj të afërmin tënd por si vetveten. Romakëve 13:13. Le të ecim me ndershmëri, si ditën, jo në orgji dhe në dehje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje e në smire. Romakëve 13:14. Por vishuni me Zotin Jezu Krisht dhe mos tregoni kujdes për mishin, që të ia kënaqni lakmitë. Romakëve 14:1. Pranojeni atë që është i dobët në besim, pa e qortuar për mendimet. Romakëve 14:3. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta ott. Romakëve 14:13. Prandaj të mos e gjykojmë më njeri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë, mos i vini gur pengese ose skandal vëllait. Romakëve 14:15. Por nëse vëllai yt trishtohet për shkak të një ushqimi, ti nuk ecën më sipas dashurisë, mos e bëj atë të humbasë me ushqimin tënd atë për të cilin Krishti vdiq. Romakëve 14:20. Mos e prish veprën e Perëndisë për ushqimin, vërtet, të gjitha gjëra janë të pastra, por bën keq kur dikush ha diçka që i është pengesë. 1 Korintasve 3:18. Askush të mos mashtrojë vetveten, në qoftë se ndonjë nga ju mendon se është i urtë në këtë kohë, le të bëhet i marrë, që të mund të bëhet i urtë. 1 Korintasve 3:21. Prandaj asnjë të mos mburet në njerëzit, sepse të gjitha gjërat janë tuajat. 1 Korintasve 4:5. Prandaj mos gjykoni asgjë para kohë derisa të vijë Zoti, që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaqë këshillat e zemrave, dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia.
1 Korintasve 5:11. Por tani ju shkrova të mos përziheni me ata, të ashtu quajturin vëlla, që është kurvar, ose lakmues, ose idhujtar, o shpifës, o pjanec, ose cub, me një të tillë bile as të mos hani bashkë. 1 Korintasve 6:9. A nuk e dini ju se të padrejtët nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë? Mos u gënjeni, as kurvarët, as idhujtarët, as shkelësit e kurorës, as të burëruarit, as homoseksualët. 1 Korintasve 6:10. As vjedhësit, as lakmuesit, as pijanecët, as përqeshësit, as grabitësit nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. 1 Korintasve 7:5. Mos ja privoni njëri tjetrit, përveç në qoftë se jeni marrë vesh për një farë kohe që t'i kushtoheni agjërimit dhe lutjes, dhe përsëri jeni bashkë që të mos ju tundoj Satani për shkak të mungesës së vetë kontrollit tuaj. 1 Korintasve 7:10. Kurse të martuarve u urdhëroi, jo unë, por Zoti, që gruaja të mos ndahet nga burri. 1 Korintasve 7:11. Dhe në qoftë se ndahet, të mbetet e pamartuar, ose të pajtohet me burin e saj. Dhe buri të mos e lërë gruan. 1 Korintasve 7:12. Dhe të tjerëve u them unë, jo Zoti, në qoftë se një vëlla ka një grua jo besimtare dhe ajo pranon të jetojë bashkë me të mos e lërë atë. 1 Korintasve 7:13. Edhe gruaja, që ka një burrë jo besimtar, në qoftë se ai pranon të jetojë bashkë me të mos e lërë atë. 1 Korintasve 7:23. Ju jeni blerë me një çmim, mos u bëni skrever të njerëzve. 1 Korintasve 10:7. Dhe që të mos bëheni idhujtarë si disa nga ata, sikurse është shkruar, populli u ul që të hajë dhe të pijë, dhe u ngrit për të luajtur. 1 Korintasve 10:24. Askush të mos kërkojë interesin e vet, por atë të tjetrit. 1 Korintasve 10:28. Por në qoftë se dikush ju thotë, kjo është nga flijim i dhujsh, mos hani, për atë që ju paralajmëroi dhe për shkak të ndërgjegjes, sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. 1 Korintasve 10:32. Mos u bëni shkak skandali as për judenj, as për grekë, as për kishën e Perëndisë. 1 Korintasve 14:20. Vëllezër, mos u bëni kalamaj nga mendja, por bëhuni foshnjë për të ligën, dhe burra të pjekur nga mendja. 1 Korintasve 14:39. Prandaj, o vëllezër të mi, kërkoni me zemër të zjartë të profetizoni dhe mos ndalloni të flasin në gjuhëra. 1 Korintasve 15:33. Mos u gënjeni, shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. 1 Korintasve 15:34. Zgjohuni për drejtësinë dhe mos mëkatoni, sepse disa nga ju nuk e njohin Perëndinë, për turpin tuaj po ua them. 1 Korintasve 15:58. Prandaj, o vëllezërit e mi të dashur, qëndroni të fortë e të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke e ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin. 2 Korintasve 6:1.
Dhe, duke qenë bashkëpunëtorët e tij, ju këshillojmë të mos e pranoni më kot hirinë e Perëndisë. 2 Korintasve 6:14. Mos hyni në një zgjedhje bashkë me të pabesët, sepse që lidhje ka drejtësia me paudhësinë. Dhe çfarë afrie ka drita me të rinë. Galatasve 5:1. Qëndroni, pra, të patundur në lirinë, me të cilën Krishti na liroi, dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Galatasve 5:13. Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por, me dashuri të, i shërbeni njëri tjetrit. Galatasve 5:26. Le të mos jemi mburavecë, duke provokuar dhe duke pasur smire njëri tjetrin. Efesianëve 3:13. Për këtë arsye ju lutem që të mos dekurajoheni për shkak të mundimeve të mia që vuaj për ju, e cila është lavdia juaj. Efesianëve 4:17. Këtë, pra, po dëshmojnë Zotin, të mos ecni më si po ecin ende jo hebrejtë e tjerë, në kotësinë e mendjes së tyre. Efesianëve 4:26. Zemërohuni dhe mos mëkatoni, dielli të mos perëndojë mbi inatin tuaj. Efesianëve 4:28. Ai që vite, le të mos vjedhë më, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë të i japë diçka atij që ka nevojë. Efesianëve 4:29. Asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtimin, sipas nevojës, që të u japë hir atyre që dëgjojnë. Efesianëve 4:30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vullosët për ditën e shpengimit. Efesianëve 5:3. Por, ashtu si u ka hije shenjtorëve, as kurvëria, as ndonjë papastërti, as kurnacëri të mos zihet në gojë midis jush. Efesianëve 5:7. Mos jini, pra, shokë me ta.